Gjatë vizitës së tij në Istanbul, Papa Leoni 14 vizitoi edhe xhamin blu, duke u bërë papa i tretë që hyn në këtë xhami. Ati shenjë qëndroi brenda saj, por nuk u lut. Vizita në xhamin e njohur të Turqisë ishte një mesazh për bashkëjetesë dhe harmoni mes besimeve fetare. I pari pap që ka vizituar një xhami ka qenë Papa Gjon Pali II në vitin 2001 në Siri. Papa Leoni 14 vizitoi këtë të shtunë xhamin blu të Istanbulit, duke u bërë kreu i tretë i kishës katolike e romake, që zhvillon një vizitë në këtë xhami pas Papa Benediktit të 16 në vitin 2006 dhe Papa Franceskut në vitin 2014. Ati i shenjtë, i cili po zhvillon një vizitë 4 ditore në Turqi, hoqi këpucët e tij në shenjë respekti për besimtarët musliman. Megjithatë, ai nuk u lut brenda ambienteve të xhamisë Sultan Ahmed, siç kishte bërë Papa Benedikti i 16. Papa Leoni 14 pati një përkulje pak përpara se të hynte në xhamin blu të e cila mund të mirëpres deri në 10.000 besimtar, ku pa të gjithë ambientet e saj dhe u prit në këtë vizitë nga imami i xhamisë dhe myftyu i Istanbulit. Ati i shenjtë, i cili eci për rreth 20 minuta brenda ambienteve të kësaj xhamie me çorapet e tij të bardha, nuk u ndal në xhaminë e Shën Sofisë, e cila ndodhet përballë xhamisë blu të Istanbulit. Kjo xhami, e cila ka qenë një muze deri në vitin 2020, në të shkuarën ka qenë katedralja më e madhe e botës për rreth 1000 vite dhe qendra më e rëndësishme e krishtërimit në lindje për gjatë viteve 537 deri në vitin 1453. Të dyja këto xhami janë pjesë e trashëgimisë kulturore dhe fetare të UNESCO-s. Fakti që Papa Leoni 14 nuk u lut në xhamin blu të Istanbulit solli reagime të mëdha në rrjet. Vatikani lëshoi një njoftim mbi vizitën e Papës në këtë xhami, duke thënë se ai ishte lutur atje, por më pas kjo deklaratë u tërhoq prej tyre, duke thënë se kishte pasur një gabim. Si çdo vizitor i xhamisë, Papa hoqi këpucët në hyrje duke qëndruar me çorapet e tij të bardha. Papa Leoni 14 ndaloi veçanërisht për të admiruar mirhabin, pikën që tregon drejtimin e Mekës të kurorzuar nga një mbishkrim i vargut të Kuranit, Surja 19, që lidhet me Marin, një figurë e nderuar jo vetëm në krishtërim, por edhe në Islam. Papa i parë që ka vizituar një xhami ka qenë Papa Gjon Pali II, i cili vizitoi një xhami në Siri në vitin 2001. 60 vitet e fundit kanë sjellë kishën katolike që të angazhohet në një dialog aktiv me botën muslimane. Por përse çorapet e bardha të Papa Leonit të 14 janë kthyer në kryefjalë rrjeteve sociale? Për shkak të origjinës së tij, pasionit të madh për sportin e bejsbollit dhe mbështetjen kundrejt skuadrës së tij të zemrës, White Sox, skuadrës së bejsbollit të Chicagos, nga ku ka edhe përjardhjen Papa Leoni 14, i lindur Robert Prevost, i cili u bë papa i parë amerikan duke bërë histori, njëkohësisht dhe me vizitën e tij në xhamin blu në Istanbul. Rikujtojmë në fakt një vend adhurimi i shekullit të 17 që konsiderohet një kryevepër arkitekturore epokës osmane, me pllaka qeramike ngjyrë bruz që zbukurojnë muret dhe kupolën e saj. Në fakt, Papa Leoni 14 u pa teksa hiqte dhe këpucët e saj, e tij, dhe zbulonte çorapet e bardha dhe me humor thotë që unë gjithmonë vesh çorapet e bardha, për të deklaruar dhe mbështetjen e pandalshme kundrejt edhe skuadrës së tij të bejsbollit Chicago White Sox. Pas një mungese të gjatë si pasojë problemeve të saj shëndetësore, këngëtarja me origjinë kanadeze Celine Dion është rikthyer në rrjetet sociale me një mesazh për të gjithë fansët e saj në kuadër të festimeve të ditës së falënderimeve, por edhe të festave të mëtejshme si Krishtlindjet edhe fundviti. Këngëtarja e famshme postoi mesazhin duke deklaruar: "Të dashur miq, sot është një kujtesë e bukur për të ngadalësuar, për të marrë frymthellë dhe për të falënderuar. Ka diçka kaq të fuqishme në mbledhje me njerëzit që i doni, rreth tryezës plot, apo qofte komunikimit në telefon, apo edhe duke i pasur ata në zemrat tuaja." Rikujtojmë se Celine Dion zbuloi në vitin 2022 se vuan nga sindroma e personit të ngurtë. Ky çrregullim është një sindrom e rrallë dhe progresive që prek sistemin nervor, konkretisht trurin dhe palcën kurizore. Vitin pasardhës u njoftua se ajo kishte anulluar turneun e saj Courage World Tour dhe njëkohësisht deklaroi se nuk do të merrte pjesë edhe në shfaqjet e saj në Los Angeles dhe në Las Vegas. Gjatë videos së saj të pushimeve, Dion tha se ishte shumë mirënjohëse ndaj familjes dhe momenteve që kanë darë së bashku me ta, të cilat kanë shumë rëndësi për të në këtë kohë që është larguar nga industria e muzikës, por kanë dalur edhe koncertet e shumta. There's something so powerful about gathering with the people you love, whether around the full table, over the phone, or even just in your heart.